Jemi në akuzë? Po, në pjesën e preferuar të Ornelës, e cila ka këmbgulur shumë për këtë pjesë, të frikshme të emisionit tonë, është e fundit, po jo më pak e rëndësishme. Do diskutojmë për një humor shumë të bukur që kemi bërë ne me Ornelën në radhën e kaluar, që ka marrë me qindra mira shikime. Ta bëjmë edhe njerë këtë? Ja, ta bëjmë edhe njerë. Doktor. Faleminderit. Thuet ti, po. Doktor, më ka ikur truri. Mos u mërzit se do ta gjejmë. Kështë e humori, por për këtë humor, ne sot kemi sjellur një njeri shumë serios për ta diskutuar, është humor apo s'është humor? Profesoresh Lili Sula, një mik e dashur e studios tonë, që ka bërë ca mungesa me arsye, e na kishte marrë malli për ty. Ke të fala shumë edhe na Amanda që punon këtu. Dhe ma falenderon, dhe unë e bëra live që ta di që u krye porosia. Falenderoj për ftesën. Të falenderoj shumë që je në këtë mbrëmje live dhe cila është akuza juaj dhe kujt i drejtohet ajo akuzë? Ikja e trurit është një nga pasojat më të tmerrshme që ka shpopullimi dhe emigracioni në masë i shqiptarëve. Shpopullimi është numerik, por ato që rëndojnë tek shqiptarët dhe tek e ardhmja, më së shumti se tek e sotmja, është pikërisht ikja e të rinjve dhe e trurit. Që do të thotë, në nesër do të kemi më mësues për fëmijët tanë, unë nuk e di nëse ju e keni ndjerë në familjet tuaja, por unë e kam ndjerë edhe si profesioniste, por edhe me njerëzit për cilët jetojnë. Sa të kemi këto gjyshet që vazhdojnë akoma nuk do të kemi mësime mësues, por ne do të kemi një popullsi gjithnjë e më shumë të plakur, ne nuk do të kemi profesionist, sepse njerëzit ikin, sepse tek e fundit kështu do politika dhe kështu ka vendosur qeveria, kjo qeveri që është prej kaq vitesh në kushtet të menaxhojë dhe të orientojë strategjitë e kësaj qeverie. Sigurisht që çdo shtet ka një qeveri, qeveria i mban përgjegjësitë për gjithë çfarë ndodh. Kur ndodhin të mira, por dhe kur ndodhin këto probleme, sigurisht që i ka qeveria. Po dërgoj ju thatë që ikja është që në 90-ën. Ikja ka filluar, po, sipas Bergjit, ikja ka filluar nga 90-ta, siç ka qenë emigracioni normal, sepse u hapën kufit dhe filloi demokracia, por ajo që vëret është se nga viti 90 deri më sot ne kemi 40% të popullit të larguar emigracion. Dhe janë shifra ndërkombëtare të cilat nuk mund të mohohen më dhe nuk mund të bëhet sikur nuk ekzistojnë. Gati gjysma. Dhe jemi gati gjysma. Dhe në këtë emigracion që kthehet apo është një emigracion që është disa vjeçare? Thuaj se 25%, 23 deri 25% e të rinjve të arsimuar me shkollë të lartë janë larguar. Prej të cilëve kanë vazhduar shkollën dhe kanë ngelur aty. Po. Jo, ato kanë bërë shkollën në Shqipëri dhe janë larguar. Mund të kenë shkolluar jashtë shtetit tani kur maturant dhe po kështu kanë mbetur atje dhe nuk e kanë parë fare të arsyeshme të kthehen në Shqipëri. Sa vite ka që nuk bëhen politika kthimi? Sepse nuk kanë bërë politika kthimi trurit. Absolutisht jo. Ka pasur politikë kthimi trurit dhe unë e di. Jo, kjo qeveri nuk ka bërë politika të kthimit të vërtetën. Unë jam në dieni dhe siç e njoh arsimin para shumë deri në një moment të caktuar bëri para saj ndërpreu. Ka patur. Politikat e kthimit kanë qenë vetëm retorik dhe demagogji. Nuk ka pasur një strategji reale. Ne edhe si profesioniste unë kam diasporën ka punuar disa herë, ka bërë kongresi diasporës 1, 2, 3. Kanë ardhur, kanë bërë kongrese, kanë mbajtur fjalime të bukura dhe kanë ikur. Nuk ka pasur asnjë kontribut real në Shqipëri që të vinë të rinjt dhe të investojnë. Pse i ka bërë edhe panajër punën në Athinë? Po, sigurisht që ka bërë panajër, po panajëret pikërisht këtë kanë, pjesën e shfaqjes të teatrit dhe nuk kanë më pas asnjë gjë konkrete. Të dhënat e Bergjit tregojnë që nëse 23% e të rinjve të arsimuar me shkollë të lartë janë larguar, vetëm 2 deri në 3% e këtyre janë kthyer. Pra, këto janë shifra dhe nuk na mbetet ne veç se të themi çfarë kanë shifra politike këto. Po mirë, një sekond, mos po e bëni alarmante më shumë se ç'duhet, çfarë dëmi jep po ikja e trurit një vendi? Çfarë dëmi jep? Alarmante për mua është më shumë se alarmante. Veshja është zakonisht e rëndë për një shtet dhe për një popull, aq më tepër për një popull numerikisht të vogël. Ne jemi një popull numerikisht i vogël, nuk kemi as Gjermania, as Franca dhe as Italia. Patru komandohet më lehtë. Po, pikërisht, një popull patru është shumë më thjesht i mbajtur nën kontroll, është shumë më thjesht i manipulueshëm, është shumë më lehtë i shtypur dhe i poshtëruar. Po mirë, po nuk është keq se nuk janë po aq njerëz që votojnë pastaj. Të gjitha janë të lidhur, Ornela, janë të gjitha të lidhura zinxhir dhe 151 dhe ju po thoni argumenta dhe jemi në një linjë jo vetëm në kuptimin numerik të fjalës, por në atë çka e pret këtë komp në të ardhmen. Që do të thotë, neve na pret, unë e shikoj të ardhmen me këtë ritme, zhbërje, ne jemi drejt shpërbërjes. Jo thjesht numerike. Ne na mungon perspektiva kombëtare, nuk kemi të rinj, nuk kemi fëmijë. Auditorët e universiteteve janë bosh.
po janë bosh, shkonin në universitetet rajonale të qyteteve të ndryshme, me histori të jashtëzakonshme dhe me traditë arsimore, po them vetëm Elbasanin, por edhe qytetet të tjera, dhe ju do të kuptoni që nuk ka më universitet, nuk ka dije, dhe një kom pa dije, çfarë thot, çfarë është? Asgjë, nuk ka të ardhme, nuk ka asnjë pikë të veten të rëndesës. Ne sot jemi në të njëjtin grup shtetesh me Taçikistanin dhe me autoritetin palestinez. Me vende që kanë qenë në luftë, edhe me Kosovën. Kosova ka emigracion pak më të lartë se neve. Ata kanë pasur emigracion e më herët. Ka pasur, e kanë pasur të shumë të hershëm, por kanë kaluar dhe luftë. Po kështu Palestina, dhe ne jemi pikërisht me këtë grup vendesh, për të cilët edhe sipas ekspertëve të Bergzhit, konkretisht. këtu është një luftë e heshtur anti-dije, anti-universitet, paga të ulta, poshtërim, shtypje e të drejtës së çdo personi për të kërkuar të drejtat e veta themelore. Praktikisht është mëkesë në komunizëm? Mungesë e lirisë së shprehjes. Po kështu mungesë e kushteve për të pasur inovacion. Punësime të kontrolluara, të gjitha janë të politizuar dhe të kontrolluar. Këtu jetojmë dhe e dim. Dhe ti mund të kesh mbaruar jashtë, po ti nuk je servilja e partisë, nuk je patronazhiste, ti do të rrish në listët e pritjeve, do të jesh pa punë. Dhe çfarë do të bësh? Do detyrohesh edhe pa dashje të shkosh, pa dëshirën tënde, pra të shkosh përsëri në emigracion dhe të punësosh atje. Çfarë janë pagat e ulta? E mbajnë të popull, shiko dhe mbyll 15 ditëshin dhe muajin, krejt si në mëndësin që kemi pasur prindrit tanë para viteve 90, rri urt, haj bukën e gojës, shiko fëmijët apo i ushqen apo jo, listat dhe çfarë borxhesh keni në dyqanet e marketeve të lagjës për qark dhe kaq. Pra, kontrolli i dijes, kontrolli ekonomik, është shprehje e një shteti shumë autoritar, që i don popullin e vet ta mbajë shumë në kontroll. Dhe sigurisht nuk do të një kom dhe një shoqëri të emancipuar. Apo është çështje politike? Bergzhi thotë që ne do të vazhdojmë. Pra po e trajtojmë si pjesë e departamentit të PD-s, apo kjo është një gjë që dihet tashmë? Të dhënat janë nga Bergzhi. Por sigurisht që ka bërë dhe Bergzhi me PD-n. Po tani, këtë po e thua ti, këto janë shifra të vërteta. Bergzhi nuk ka as PD, as PS. Këto janë shifra dramatike dhe shumë të rënda për një popull. Që ta them me një fjali unë në shqip. Po jo me fjalorin e ri, po me fjalorin që kam unë në mendje. Këto janë shifra dramatike. Ne do kemi shumë shpejt mbretërinë e ignorancës. Padyshim që po. Mund të kemi mbretëri, po mbretëri e ignorancës. Po çfarë ndodh pra? Pse shkojnë studentët e Tiranës, shkojnë dhe do të flejnë në Durrës? Dhe e para sepse këtu janë kostot shumë të larta, këtë argument jep kryeministri, po ky nuk është një argument. E dyta sepse kjo qeveri kaq autoritare nuk do të ketë asnjë hije rreziku, sepse dihet që të rinj dhe studentët edhe reagojnë, protestojnë, kërkojnë të drejtat e tyre. Do t'i çojnë në Durrës si të mos protestojnë? Po padyshim do t'i çojnë në Durrës. Do t'i çojnë, e ka thënë vetë, kanë një projekt gati. Ata do protestojnë në tren. Për t'i çuar në Durrës. Pra, kjo lloj zhbërje për të larguar nga qendra, nga mbreti, po them, në kuptimin metaforik të fjalës, çdo hije rreziku, intelektualët, të rinj që studiojnë, të tjerët i mbash aty në patronazhist, i fusësh në një shërbim partijak, dhe të mbash vetëm militantët, kjo ka një domethënie tjetër. E para nuk është rastësishme, është politik, e kaq viteve, 13 viteve, t'ju them që vetëm për arsimin, pse nuk mbështetet arsimi? Sepse nuk i don arsimin. Sepse nuk duhet arsimi. Njerëzit e arsimuar, të ditur, intelektualët kanë progres, bëjnë progres dhe kanë zërin të lirë, apo jo? Mentalitet komunist. Reagojnë. Por ne më mirë t'i mbajmë të shtypur që të rrinë urt. Dhe të hikin të largohen nga Shqipëria. Është një strategji. Kërkimi kur nuk ka universitet dhe arsim parauniversitar, siç kanë treguar dhe të dhënat e PISA-s, kërkimi shkencor është një shifra qesharake. Ne jemi në vendet më të ulta të rajonit për të mos thënë të Europës për pagat e mësuesve, për kërkim shkencor, për financim me të dhëna statistikore këto, jo për financimin e arsimit të lartë, për financimin e arsimit parauniversitar, për digitalizim që thot me kaq të madhe kryeministri dhe kjo qeveri. Nuk është e këndshme të artikulosh vetëm fakte të tilla të rënda, por kjo është e vërteta dhe ne duhet ta themi, duhet ta kemi të qartë të gjithë, jo vetëm ne që e dim, por dhe populli dhe njerëzit. E dini si thot në një për shembull kur del në një shqiptar dhe thot ika jashtë nga Shqipëria, thot se për këto arsye dhe jep arsyet e tij. Shumica e njerëzve që komentojnë poshtë, që mund të jenë çfarë do lloj gjëje, thonë ikë the fshafën. Tani kur ky ikën dhe thyen qafën, ç'a ndodh me këta që ngelen? Do shpëtojnë qafën këta, si do vej? Shqiptarët janë në një, unë them në një rrokullisje të vijueshme. Edhe ato që ikin nuk ikin me dëshirë.
ikin, sepse këtu nuk ka kushte minimale. Të rinjt këtu nuk fillojnë do tjetën, sepse çmimet e shtëpive me qira, por edhe çmimet e apartamenteve për të blerë janë jashtëzakonisht të larta, janë të barabarta sikur ti je në Rom dhe në Gjermani. Pra, ne kemi shkuar me paga jashtëzakonisht të ulta dhe me çmime stratosferike. Por, padyshim që... çmimet e shportës pastaj. Po, të gjitha këto janë stratosferike dhe kushtojnë shumë edhe për jetën tonë të përditshme, padyshim. Dhe padyshim ato që ikin në shenjë edhe revolte, refuzimi për të këtushmen, por nuk i pret asgjë e bukur atje se gjithë nga ne kemi provuar në një farë mënyre me periudha të ndryshme të jetuar në zhvendet. Kështu që një rokupuj, më falni, e vijueshme këtu brenda, që shkarkon edhe si një ikje e brezit të ri më së shumti dhe e trurit, për cilin vërtet është e dhimbshme, për cilin ky kom do ta vuaj të paktën 30 vjet sipas edhe të dhënave të Bergit. Wow. Atëherë edhe një herë tek ajo kamera akuza. Çfarë ka bërë Bergji kështu? Edhe një herë tek ajo kamera akuza e trurit, edhe domi kombëtar. Ne shqiptarët, po të gjithë prindrit, por dhe intelektualët, mësuesit, pedagogët, po ndjejnë një nga hemorragjit më të mëdha të këtij kombi, është ikja e trurit. I largohen Shqipërisë masivisht popullsi të moshave dhe profesioneve të arsimit të ndryshëm, por ikja e të rinjve, e moshës së re të kombit, ajo që e ripërtërin kombin, e sill gjithmonë në jetë, dhe sidomos ikja e trurit, për të cilën vetëm 2 deri në 3% të tyre kthehen, është një plag e rëndë kombëtare, për të cilën nuk ka, të paktën unë nuk shoh asnjë dritë jeshile. Ne ju falenderojmë shumë. Unë të ftoj që aty bashkë të dalim dhe t'i lëm fjalën Erionit në monologun e tij për emrat. Faleminderit ju. Faleminderit profesoresh.